Let na freskohet gjuha janë me fjalën elhamdulillah, masi që është lutja ma e mirë, elhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelaluhu Kur'anin e vetë famlart, librin e fundit, e ka dërguar me fjalën elhamdulillahi rabbil alamin. Fillim kur ta qelish mushafin, e kje surën El-Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin. Salavatet ja qem selam Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që duhet pandër prej salavat mëra, pandër prej vallahi. Shefatin e kemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të i vetmi pejgamber shefati. Tjerët pejgamber s'kan me bon shefat. As Ademi, të cilit i kanë rast e gjdo ndërimi me lekt. As Nuhi, që ka qenë dërguar i partë të këmmeti, no. As Ibrahimi, i cili ka qenë miku i Allahut Khalilullah. As Musa, i cili ka folë drejt për drejt me Allahun pa perde, Kelimullah. As Isa, që është shpirt nga Allahu, i vequam në krim, Ruhullah. Kurse të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, Allahu do të thot ditën e kiametit, kur do të bjerë sejdë, pejgamberi ka thonë, nër arshin e Zotit kam i ra sejdë Allahut, s'ka me që kryet prej sejdës deri vjen izëm prej Allahut. I thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, irfa ra'saka ya Muhammed, washfa tushaffa. Qo kokën nga sejdë Muhammed dhe lip shefat për umetin, ka me të dhanë shefati. Prandaj salavatet tona qofshin për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e që duhet mu mundua me e dasht pejgamberin ma shumë se vetë vetin. Qka i bënsh vetë vetës të ditën e kiametit? Qka mush me bo për vetë vetë? Baba dhe nona, qka mundet me bo për ty ditën e kiametit? Në dy një të veshin, e të shkollojnë, e të ruin, e të marojnë shpi, e të blejnë makin, kretë sendet në dy një të bëjnë. Amo për Allahu Gjelle Gjelalu, qka mund me bo prindi për tyje? Që prindin për me respektua është numër një, mas adhurimit Allahut numër një prindi është. Mirë, për ty ditën e kiametit qka bëjnë? Kusho? Jo me e firru l'mer'u min akhihi wa ummihi wa bani. Jo me e firru l'mer'u min akhihi. Ikish prej vllau tanë, prej nanës, prej evladit. Likulli mriin jo me idhin shenun jugni. Ditën e kiametit, se cili ka halin e vetë vetës. Nefsi, nefsi. Si cili ka halin e vetë vetës. Kurse Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, kam me bon shefat për umetin tem të cilët kanë gjunahet e mdha. Prandaj përja qemë selamin Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, pa në alheq. Mësoni edhe fëmijët e juj me ra salavat për pejgamberin, mësoni edhe gratë e juja, mësoni edhe prinderit e juj, nonat, babat, vallahi prej gjahillakit zdin. 100 vjetë në kanë kaluë pa dine pa iman, prej kur kanë dalë Osmanlit prej Balkanit, e kanë kapë qëfaret vendin tonë, edhe mandes kemi ditë, as udhën ku e kemi, jenë bo eksperimentet e ndryshme, kundër muslimon lëkut në Balkan. Prandaj kanë met edhe prindet e tonë, qobej kanë met, pa shkollë kanë met, nonat tona pa shkolla kanë met, s'kan ditë kur gjo, ka femna në Kosovë, ka dhe mashkuj besa në Kosovë, që nuk din as shahadetin tamam, që nuk e din as salavatin për pejgamberin tamam, alayhi salatu wassalam. Prandaj na duhet me punua shumë. E tash sot masi jini edhe këtu vllaznia masi keni ardhur edhe prej largut, do më thonë keni kalu 500 e sa kilometra prej banit, Allah ju ndëroft që keni ardhur. Inshallah ktheheni me khairin e Allahut Gjelle Gjelaluhu në tanë. Në këtë dynja duhet me e bartë na një emanet të madhë. Një emanet të madhë. Edhe mu bon të qëndrushëm, mu bon me sabër, mu bon të ndishëm për punë të dinit, mu bon parimor, me i këshyrë shka duhet, mu krye, jo qka s'duhet. Se ka njëherë prej mëzdijes në pëbajmë do një sen, se ka vendin, për shemull sabahin se falen, sabahin që jo farz me falë, taravi vjen mu falë. Ani në mirë që pa vish bilen taravi, po taravi janë sunet, sabahin falë e farzin.
Në Mevlid e keni ndëgjuar sa herë në ato poezitë e Mevlidit, në vjershat e Mevlidit, emri Zotit tha është 5 vakte me i fal, 5 vakte. Nga se gjithë prej kësaj dynjaje kanë medal. Hem namazin kush e fal gjithë pa jenda, sa se vap kanë gjithë me lachet, ai që po falet fjala është, ai i ka. Domethënë namazin, kështu që kemi të gjithë punë, sepse ai baba ju 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, ndoshta kur sejdë s'ka, ose nuk është obligative me konë veç baba jytë. Shura ai kusherini jytë, ai agja jytë, ai katundari jytë, ai bashkatdhetari jytë, ai qytetari jytë, e kështu më radhë, banu i dhimbshëm, atë kondët ty, atë bëhët qefi ata më radhë në zjarëm gjehnemit nesër? Jo, vallahi. Vallahi, unë për ju deklarohëm në kamerë dhe kjo ka me hinë internet. Dole derë se kjo vallahi qënë, unë për deklarohëm par juve, shkavi, shka në ka bonjeve? Në ka djekë kretë Kosovën, e jo vetëm që tash, në ka djekë edhe në 45-ën, edhe në 56-ën, edhe në 24-ën, edhe 12-ën e 13-ën. Mirë, për na si musliman, a kishim thonë, inshallah, kur s'bëhan musliman, djekën gjehnem? A thojmë për ta kështu? Jo, unë thomë, inshallah bëhan musliman, bëhan vllaznit tonë. Inshallah bëhan musliman, bëhan vllaznit tonë. Ne nuk jemi të knaqën popujt mi djekë Allahun gjehnem. Pse ne jemi musliman? Në them, bëjmë dua, Allah i bëmë të Zvicrant musliman, mës më ra në zjarëm gjehnemit. Se dhe këta e në qëfarë. Qofshin Gjerman, qofshin Italian, qofshin Francez, qofshin popujt tjerë në Europë. Kretë kemi qef me qenë musliman. Për çka? Për mës mu djekë në zjarëm gjehnemit. Për qëta? Mërë me mend, Gjibrili alayhi salatu wassalam me pejgamberin në Isra në Miraj, mbi 7 qiell kryen kon. E ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Israfilin me laçën. Të mroll të ka pa. S'po keshen. Gjibrilin e ka pyet: "O Gjibril, çka është kjo melek që është mroll shumë i pikluam edhe s'keshen?" Po thot, prej kur e ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu gjehnemin, kjo me laqës ka kesh. Se e ka ditë që dhe digjet dikush në zjarën gjehnemit. Na bëhët qefi, zatën thot edhe një fjalë popullore nëse ju kujtohet. Kur i ndodh dikuj do një keqe, thuash, Zoti dushmanit mos ja qoftë të keqen. A thojmë kështu na? Qëta na jemi prapë. Hasmit si ja dëshiroj të keqen, ose hasmit, ose dushmanit ka na në Prizren, dushman me terminologji turqishte zë. Dhe më thënë, po edhe hasmi o fjallë arabe, ju më arab që po mirëshit. Dhe më thënë, shiko, dhe më thënë, në as hasmit si ja dëshirojmë të keqen, pse? Në s'na lejohet me dëshiruat të keqen. Neve muslimanve, prandaj po tham me plot gojen këtu dhe kur të na dëgjojnë vllaznit nëpër këtë internet, na nuk ja dëshirojmë askujt keqen, hiç. Po pse? Se kemi parim islamik, porosi profetike, e cila na thot: "Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Dëshiroja u të tjerëve njerëzve atë që e dëshiron për veti. Do më thonë, kemi parim islam. Unë s'kisha ditë me thonë, këto mës të kisha mësua ku e kam. Ose me e pa diken që nuk e njohish. Duke karan në lumë, në reka, po në bazen, s'po di not, po mytët. Shka bënë shti? Shpetu. Pse shpetu lenet mytët? Ose po do me dalë, shko shtinit e poshtë? Ha? Ja. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an ka thënë, kush e shpëton një jetë, i cila me merit duhet ekzekutohet, për shpëtohet falet, si kur ti kish futur në jetë, ju kish dhënë jetë gjithë njerëzimit. Edhe kush e myt një pa faj, si kur me myt gjithë njerëzit. Kështu është feja jonë. Prandaj kemi shumë nevojë për punë. Cila jonë është ajo nevoja ma e madhe e jona për punë? Që kemi shumë nevojë. Për cjellja e davetit.
e fjalës. Një shtëpi nuk ka rrymë. Çka do të bëj? Do të me lidh kabllët telet, me përquar rrymën deri te shtëpia, me ndriçuar. Një shtëpi s'ka bukë, duhet me përqu bukën deri te ajo shtëpia. Sa popull tek na në Kosovë, në Maqedoni, te trojet tona ballkanike muslimane, ashtu t'i quaj se numerikisht jemi 98% musliman, sidomos Kosova edhe Sanxhaki e Bosnja e Maqedonia, edhe Shqipëria ka më afërsi 80% muslimin. Muslimin me emën e kanë fjalën, çush kanë qenë më përpara, se tash jemi ndryshuar shumë, jemi bon laraman shumë, jemi larguar shumë. Mirë, po megjithatë, ndoshta pak nga dëshira, ndoshta edhe çashtu duhet, t'ju afrohemi vllaznive. Me çka duhet me ju afru këtij popullit, me ja qel syt, me ja përçuë dritën e Allahut xhelle xhelalu. Na po I them në termën fetare davet. Thirrje me e bon. Çka on ky daveti me e bon thirrje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhënuar. Ka thonë belligu anni walau aye. Predikoni prej meje më smund që ma shumë, një ajet, kuranor, një. Walau aye, një ajet. Prandaj shumë herë ju thamë, edhe tek ne edhe juve, po ju thamë këtu, afroju dikuj, ju jeni në përpun, dikush me pensione, dikush në përpun, bonja një kafe fi se bilila, që t'ja një kafe fi se bilila, ati Gjermanit, ati Francezit, ati Italianit, ati cilit nuk është musliman, po dhe ati të cilit është musliman, po nuk është kërkund hiq. Një kusherin i yti, një katëndari i yti, një bashkadretari i yti, e kështu me radhë. Qka me bo me ta? Afroju me diçka. Metodat e lloj-llojshme. Një prej metodave që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka porosit, e ato do ta praktikojmë inshallah me juve këtu, në këtë xhami edhe në këtë rreth ku jemi me juve. Ka ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: ja ejuhan nas, o ju njerëz, at'imu ta'am, jepni bukë tjerëve. Jepni bukë. Shkon kjo, pse më dhon bukë? Kemi zorin, kemi pasar gat me preshit kallamoç, a me mluë shtëpia me qel bunar. Çfarë kanë qenë? Se tash nuk japish, se tash vjen bunarin e qelen me burgi, edhe t'ja pagush dhe shkon. Po ma përpara çfarë kanë qenë këto? Ja Rabbi, metod për me ardhë deri te fjallën tonë dhe me ta nguë fjallën e Allahut është fjallën, se unë e ti s'kemi fjallë, fjallën e Allahut. Ja juhennas e t'ajmu ta'am, wasilul arham, edhe lidhnu me farefisnin, wasallu vën nasu nijam, bën një dua natën e namaz, kur kërkush nuk është veç ti e që. Bën dua natën, fali 2 rekat natën, edhe bën dua Allahut: ja Allah, udhëzo këtë popull, pështo prej zjarmit tant, pështo prej dënimit tant, bën dua ati natën. Lutja Allahut babën, nanën, vllaun, motrën, hallën, tezën, axhallart, kusherin, hoxhën, mësusin, popullin e përgjithësi. Ja Allah, lutja Allahut hajr, se nuk e dish hajri ku është. Na nuk e dim. Allahu e din ku është hajri. Na duhet me hecne për ta. Metoda si marrë deri te ajo, tash është Ramazan, tash është fusha e veprimtarisë. Lama, stin e të korunave, të vjeljeve Ramazani. Po pse? Sepse në Ramazan shumë melaçe zbresin në dunja. Shumë melek. Në Ramazan është nata e Kadrit. Në Ramazan është shejtani I lidhëm, dreshnit në pranga, dyert e xhenetit hapura,
dyert e xhenemit të mbyllura, çdo gjë është më aktive. Më shumë që po funksionon çdo gjë në këtë botë është Ramazani. Edhe ti që je kon ndoshta pak sa gjunaqar, në Ramazan je bon pak më shumë tërbije. Dohan s'po pish, piva s'po pish, raki s'po pish, po agjënosh Ramazan, fjalët i ke ul, pi folish të mirat, në xhami po shkojsh. Kështu është. Se para Ramazanit o koni kundërt, edhe mas Ramazanit ndoshta bëhet prap jo sikur që është në Ramazan. Domethënë në Ramazan ti je qetërsend. Atëherë pra fillo aktivitetin pak më ndryshe, kështu kretëve po ju thama, bane një iftar, merri sa ki dhomën e madhe, 10 vjet, 15 vjet. Thirrni një iftar. Që ta që hiç s'janë kërkun, thirrni një iftar, po kam qef. Ose në gjitja adresën që kemi zanat në Kosovë atje. Unë kam punuar tash 30 e sa vjet, hoxhallekin e di pak a shumë traditën e vendit përpara, edhe çashtu tash është, sot e kam hoxhën ndarë, këse një iftare i thirrën 20 vjet, 30 vjet. Traditë e vendit ajo është të na. Metode mire, s'ka pas boll hoxhallar anë knina, kur shkojshim në përfshatra anë knina, një natë të njëri, një natë të tjetri, a i thirrë ke 20 vete, 30 vete, ama përpara, tash jenë bëhet si të jash, tash nuk thirrin shumë. Subhanallah, prandaj bonu sebe, po vlla, në emrin të Allahut bën diçka. Në emrin të Allahut. E tash nuk është në pyetje që njerëz janë të uritur, të unt. Nuk janë të unt. Kur ushqim më të mirë s'kemi hangër na? A keni hangër dhe njëherë ushqim më të mirë? Kur? Historia juj për këtë periudhën e tashme kur? Kur vesh mbathje më të mirë s'kemi vesh? Kur kerra dhe makina më të mira s'kemi hyp? Ama kur edhe ma të maqarë si mi konë ndështë, ha? Pse? Se buka po i pët pak. Ju e dini mirë nonat e juja, tash po këthejnat e prindet e juj. E kanë bë bukën vetë, se kanë betë gacme në furë. Gjellën e kanë prekatit vetë. Ambëlsinat me sheqerat bajramit i kanë bë, se s'kimi pas koka kushëtit në ipshin kanat shtu bë. Edhe aton kretë, mirë po s'kan lënë Ramazan pa e bani iftar, mi adhon dikuj me duart e tyne, nonat tona. Tash gratë tona, ambëlsinat gacme, në pasliqeri, në mëltore, qebapat gacem, në shqimore, bukët gacme në fur, langjët dhe ajronat gacme mi bles, ka me mjell lope me nëzonë kose me bod dhalt, ajran. Edhe prap, pare plot, edhe prap të maqarlëk. E këtu ka një defekt pra. Prandaj jo vllazën, o musliman. Për secilin po tham. Po na inshallah me këta vllazënit e xhamisë, pasi që unë tash akoma jam taze që 2 ditë, domethënë s'po du me qit me një heri brina, them kana. Se na do ta bëjmë një iftar këtu me izëm të Zotit një, edhe më shumë se një, me izëm të Allahut xhelle xhelalu. Sa ai që ja jep një iftar tjetrit, e ka sevapin sikur më agjerua. Në për që ato kemi hinë këtë muj, po do në se vape. Na po dojmë se vape, po dojmë agjerimi më u bon kabul. E bon të kabul, fjallë të mira, dhënë të iftarit, predikim të fejs, thirrje davetit në përvendet tjera, thirrje akrabave farefisnis, prandaj për ju thëmë të gjithve. Na s'mujmë me nëzonë kreta vendet tash unë, personalisht, s'mujmë me nëzonë, se kjo mujë në shkurt. Më thënë, 2 taravija i falem, veç po, me një rendi po fillon edhe po mbaron. Mirë po, na duhet me qenë aktiv. E tash masi jemi në këtë xhami, unë nuk po foli tash si pronari xhami, se xhamia është e muslimanëve. Ata që i kanë inicu këtë punë dhe i kanë startu këtë punë, po thëmë Allahu ish përbleft. Mirë po, jeni këtu tash. Boni iftaret këtu. Thirrni akrabat këtu. Bon sebeb, ha me hani iftarin këtu. He me falin namazin këtu, bo është sebeb që namaz e falen. Se kretë të qëllimi më ardë deri te namazi. Nuk o qëllimi te iftari, se iftari në shpit vetë mund të ketë ma mirë, qaj, kafe, cigare, marlboro, mandej senën. Mirë po, këtu ka bereqet, pse e ka namazin si ta fale, po e kryon shtyllën e parë dinit islam, namazin,
Ramazani është e 4-ta, vjen zëqati, tani është Ramazani. Kështu që secili me bën diçka. Arabisht i thënë një fjalë, ulul himma. Ulul himma, shqipe i thënë ambicie, me qenë më ambicioz. Unë e shumë shqip, zdi me fol, unë thamë ndryshe, me eshtue gajlen pak për dinin tonë. Me eshtue gajlen, mu bo ma gajleli. Pse vllaznit e tu s'po falen? Pse gruja jote s'po mbulohet? Pse evlat tu s'po të ndëgjejnë fjalen? Pse farefisi jyt po të urren ty pse po falesh? Pse nuk on rregull situata? Pse gurbet gjille ku pak sa dhe na ka prish? Na ka prish pak sa, e di që na ka prish pak sa. Dikon të kanë dreqt, mirë mi vesh, mos t'i marim topton gjërat. Po dikon të ka prish. Dikush ka ardhë në gurbet, i ka lënë gruën me gjithë fëmijët, e ka lëshu. Ka ardhë ka marrë një femën tjetër. Dikush kur se ka pas zanat me piva e raki, ka ardhë në gurbet, me pretekst gjëja këtu s'pihen ujna, këtu veç pivat pihen. Në Gjermania është uj i keq, në Zvicër uj i keq. Po në qëfar uj bunara shpim në Kosovë, kur që nësë më në bënë, keq. Mase kemi ujnë, 70% Kosova pi ujnë të pa kontroluam. Edhe ty be kur që nësë më në bënë. E këtu ujnë gjithë piva, uj hiq, veç ujtë blem. Edhe prap bubrekat e smund ju këtu, veshket e smunda. Dhe me thonë, kretë kjo, në qka shkon, dikush në req, po dikush në u ka prish. A kem logarime në u prish? Dikuj kanë hup kretë e vlatë në përëndim. Dikuj ju kanë bo e vlatë në përëndim edhe kanë kalu në fe tjera. Dëshmitar të Jehovait, evangelist, protestant, edhe të na ciksak ka fillu kjo dukuri. E dikush kështu, e dikush ashtu. Ani qka të bëjmë na? Na duhet me qenë që kjo pakice vogël që jemi, me pas ulul himma, me qenë më ambicioz, të thamë kështu. Ose, të thamë ma mirë që shma kupton populli dhe vete kuptoj ma mirë, të kemi gajlen e dinit më tepër. Të kemi gajlen e dinit. Pse gruja s'po të falet? Se kur po hinshti në familje tënde, s'po i thuash gruas tënde selamu aleikum. Ti gruas tënde s'po i thuash selamu aleikum. Si e në gjendje përshëndetje në gjenetit me ja dëshirua familjes gruas tënde. Po çka po thuash po hinsh, është si nahar të lopët. Hiç kur gjos po përshëndetet, po e qel derën në po hin. Allahu në Kur'an po thot: "Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha." Kur të hini në shtëpi, jepni selam familjes. La tadkhulu buyutan hatta tastanisu wa tusallimu. Mos hini në shtëpia pa troket, me ju dhon izëm edhe pa dhon selam. E tani qohët dikush prej vllaznive tonë, për na s'jam i Arab. Ose s'jam i na Turk. Ja, kështu si kuptojmë gjërat na. Arabët kanë përshëndetje kombëtare tjetër. Edhe turqit kanë përshëndetje kombëtare tjetër. Na nuk po folim për përshëndetjet kombëtare, edhe pse se kemi temë tashta. Selami është përshëndetje e Allahut, të cilën u ka mësue muslimanëve përmes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e që përshëndeten gjennetlit me përshëndetjen assalamu alaikum prej Allahut, prej krijuesit. Allahu po thot në Kur'an: "Selamun alaikum, tibtum fadkhuluha aminin." Allahu po thot gjennetlive po ju thot: "Selamun alaikum." Shpëtimi qoftë për ju. Shpëtim, selamon shpëtim. Edhe një prej shpëtimeve që është fjala es-selam, është prej emnave të Allahut. Një prej 99 emnave të Allahut është fjala es-selam. Ku është në Kur'an? Dëgjone, është në fund të surës Al-Hashr, në ajetin e 2 para fundit. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Që veshja u dëgjon? El Malikul Quddus Salam.
El-Melikul Quddusus Salam, El-Mu'minul Muhejminul Azizul Gjebbarul Mutekebbir, subhanallahi amma yushrikun. Prandaj, po hinsh në shpitan dhe selamu alejkum, grua, fëmijëve të vegjël, këtyne të vegjlive, selamu alejkum, ata zdin, po selamu alejkum, tani ti thuj alejkum selam, selamu alejkum selam, edhe gruja, unë shumë herë në për telefona kush më thira në kënina, selamu alejkum, ata zdin, pina tonë, edhe aj pëdhët pjatje, selamu alejkum, ani, pëse, mësë boni vrasht, aj pëdhët selamu alejkum, edhe ti selamu alejkum, a ti selamu alejkum, edhe aj prea një selamu alejkum, unë ti ta shthuj alejkum selam. Ja kujtojsh që pra po dash ka me thonë, dy fjallë këto, selamu alejkum, alejkum selam, vesh njënën me i praptu, njënën këni, njënën ani. Njënën ani, qitet parën, dytën të parën. Selamu alejkum, alejkum selam, selamu alejkum. Ti nësjen gjendje në familje kështu. Qysh po duhesh me zhvillu më tepër, ose të shoki ytë. Mandej gjerat sot o vlazën, njeri është një materie e çuditshme, njeri është. Baza e ti, baza e njeriut, është me një bazë lakmuse. Lakmon qëfar mëjcet bukur pas ke vesh. Lakmon qëfar kundra të mira ke vesh. Lakmon qëfar këmishet mirë pas ke vesh. Lakmon qëfar këtën, lakmon që ata. Ti duesh me qenë vigilent. Ose popullor që po s'ban me folë ma shumë se këta që ne inqizojnë, ka njëherë në bëjnë horë, që ka folim keqë dhe njësën. Po qëka, e dim që njeri ju lakman, marra një vlafi se bili lashtinja dorën, hajde him Migros që tu, shka bëjmë që të? Blije një majicë dhe jepja hedije, që ta pimeje e ki një vlaqë. Në qetërin, po do është da vetë me bëj, s'ka nevoj për ta, askush për askën s'keni nevoj. Kini pagat rogat e juja, apo do me bo da vetë. E s'ta qarrosi një këmish, po kam qefë më të blej. Edhe për blejmë bashkë të ditë njësoj. Në qatë në gjyrë. Qatë në gjyrë, po da ne mësë mu do, dalim të ditë si dy vlazëm për që të. Jo hecë të ta qarrosi një pivë. Hinë me tonë bashkë aty, një par kundra po t'i blej, një par sandale po t'i blej, bane lidhjen me ta, uren, kontaktin. Po dikush pak ma largë, dikush e një këni, anë t'a blej një gjep telefoni. Po, në të veç të hargjiti una, po, ti ki me hargjit, deri t'a fitosh razillëkin e Allahut Gjelle Gjelalu. Ti ki me hargjit në dënja, s'ki me fitu këtu. Në dynja kena me fitu edhe me hargju, me fitu, me hargju, me fitu, me hargju. Më ndërtua dhe ndërtoj. Shpija ndërtojmë, po. Pse? Komplet. Për shka? Ja ndërtojmë shpijin, amo jo që shtu që shpijin ndërtojnë shpijat tash që po i shohim në televizor. Shpijat pi ndërtojnë, po japim. Po da vetë s'po bëhat. A pe kuptoni, se shpijat në peshojmë, çdo javë, më do këtë po ndërtojnë shpija, po investojnë vllaznia tash, nësë po du mi propagandua, mi përmend emnet, kush, si cili sa po mundohet, e me telefon ka €1, pi dëgjoj, pi shohim, në rregull, këtë mashallah. Na do të ndërtojmë, do të qemë, kam qëllimin, prapa vija e qati ndërtimit le tjetë, jo për qëllim të keq temin, prapa vija e qati ndërtimit le tjetë, me qenë i udhëzuam rrugë të Zotit ai që po jeton atë shtëpi, me falë namazin, mës me pi piva, mës me pi duhan, me i respektu babë e non, me i eduku e vlat, për që të jemi shumë nevoj. S'ka kush me tregu këta. Televizorat e Kosovës nuk tregojnë kësi gjona. Nuk tregojnë, t'ja pëshet shpëdalin. Po ndërtojmë, ata udhëherësit e programit, këtë shpluat, po dalin femnët e mashkujt e mos t'i marrim me emën, masi mund të më kritikojnë tani që hoxha çfarë ekstremi. Jo, ti kur të shkojsh të ajo shtëpia, ti mos ja trego gjymtyrët e trupit tonë, oj motër, me shtin fit në atë herifin, me shtin sharë me menu t'ju në keq, së menon në keq, jo bre njerëz jemi, nuk jemi në atë pa epsh, njerëz jemi, nuk jemi melek, me la që s'jeti mës me menua. Jeti njeri je, mush edhe mirë, mbësh edhe ta menojnë një të mirë ose një të keqe. Njerëz jemi, insan jemi.
Prandaj, kretë qëllimet që ka të bëjmë, me dhënë bukë, me dhënë dhurat, me i maru shpi, me i ble një gjep telefon, ja me i ble zinxhir për qafë, ha? S'ka njetë me lidhë ato të kundë. Se ju gurbet gjive i meritoni kritika disa. Vërë si t'ja u qelë telefonin, baba, në zinxhir mua 1 metra e gjys. Ja kam me të lidhë atjena? Nuk je i sanë që duhet me të lidhë, t'i obir. Po ta blej një liber e mëso. Ne kemi bën djemt me bilizyka, me vontha, me zinxhira, këtë diun e një knine. Nësë t'hima thellë se me këtu më spëkëritëm me juve. Prandaj, çdo gjë që atë bëjmë, ka një qëllim. Pse bën kjo xhami? Ka një qëllim. Me fitu mas pari, kënaqësinë razillakun Allahu xhalla xhelal. Ajo është finalja. Radiyallahu anhum wa radu an. Dhalika liman khashiya rabbah. Kjo është qëllimi final. Mandej mbranda këtij razillëkit Zotit që kretë të bëhemi këtu. Edhe kërkan se ngështem në përshpia je oda vogël, je oda madhe. Po ka mundësi, hajtë. E kjo shpije Zotit, kjo i baren të gjitha. I baren zvëshniket, pra të parlantat, smadhust, i baren kalabëllëkin, i baren mashkujt, femrat, fmit, qaj, kafe, këtë unë kretë sanët i baren, edhe së mështot askush. Shtepia Allahu xhalla xhelalu. Mandej këto gjëra tjera vinë më rend. Prandaj po ju tham të gjithve, për këtë muj, masi që është sot edhe dite e shtunë, kemi edhe nesër drejt ka me pas ders, edhe në akşam të shtunën, edhe dilën, çdo ditë ders, inshallah taala, me qëllim që të vim deri te një përmirësim, përmirësohesh në veti, mundohesh ta përmirësosh familjen tënde, evlat tu, akrabat tu, bashkëdëtarët tu, gurbetxhit tu, këqijt këtu e me radhë. Prandaj po ju them si në porosi edhe me këto po e mbylli. Jeni tash në Ramazan, ku e ki shpine, ku se ki unë nuk ta di, këshyri kon kia ti pa një vlaznije, kushërina një knina, se dojnë shpine Zotit, se dojnë gjamine, se dojnë në Ramazanin, ane i knije, ti mos ju thoi juve s'ju thiri, juve s'ju ban, juve s'ju këthe, ja, bënë një iftarin, qohë me gjithë gruan, bënë një iftar, thiri një iftar. Po kur ti thirish një iftar, edhe aty mos i përzi punat me të prish punat, që është mashkujt veç, femnat veç, apa, mos hani me një vend, apet. Po kjo më son është ekstremizëm, ja, sa ekstremizëm? Parimi janë në islam është kështu. Nëse janë të mbuluar, femrat mbuluara, si ka hije, ndryshon pra raporti tjetër, është mundin me kanë një vend, pra, mirë, po nëse janë të shplume, atëherë duhet me ditë. Ju i dini këto rregulla, ma të vjetit, sidomos çfarë tradita parime islame kemi pas përpara, por që mos të fitojmë sevapin kneketonë edhe pak gjunahet i qesim kësaj. Këti sevapit që po bëjmë, pja plasim edhe pak gjunahet. Dhe më thanë, jo, ta lëmë vetëm me sevape. Prandaj po ju thamë, edhe ju që jeni këtu vendorët, jo po doni të bani, po do të bani kismet, thyrë një akraba e mi që jarona, inshallah edhe mu s'marroni. Bani iftaret këtu në xhami, thirrnin e të hani këtu burrat që keni veç, a një vend ka boll këtu për burra dhe për femna, pra mashkull dhe femrat, e vlat ketë që mas i të hahet iftari, shka bëhat e falim namazin. Mas namazit, unë e bëj dersin, e një fjalë të Allahut xhalla xhelalu. Sidomos gjinia femrore e cila ka dallashit rrugën. Gjinia femrore ka dallashit shumë. Gjinia femrore shumë na ketë dveshëm, po ecin femnat deshta. Kjo dallashitje. A thoni me dallashitje, në gjuhën turko, me gabue. Gabim e ka hup rrugën. E ka hup rrugën, nuk ka rregull kjo punë. Për çat sebeb doni me pas kujdes inshallah taala. Allahu ju forcoft, pra zhvilloni aktivitetin për këtë muj, se është muj i rahmetit, alhamdulillah, edhe njëkohësisht është muj i mëshirës, alhamdulillah, mandaj është kurs ky Ramazan, Allah i na forcoft e mandaj vazhdojmë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allah i na bëft të mirë që shpo folim, na bëft edhe në praktik, edhe juve Allah ju ndihmoft me Ramazane me familjet e juja.